Gjermania ka ndërmarrë një rritje të konsiderueshme të shpenzimeve për mbrojtjen pas një vendimi parlamentar që përjashton këtë sektor nga rregullat strikte të borxhit. Generali Krasner Breuner paralajmëroi për një kërcënim të drejtpërdrejtë nga Rusia dhe thekson nevojën për një përgatitje të shpejtë brenda 4 viteve të ardhshme. Historikisht Gjermania ka pasur një qasje të kujdesshme ndaj çështjeve ushtarake, por agresioni rus ndaj Ukrainës ka ndryshuar mentalitetin. Berlini që dikur besonte në forcimin e marrëdhënieve tregtare me Moskën, tani po shpenzon miliarda për forcimin e ushtrisë. Që për vitin 2022, kancelari Olaf Scholz ka premtuar një buxhet prej 100 miliardë eurosh, por raportet e fundit tregojnë mungesë të mëdha të municionit, pajisjeve dhe personelit. Për të përballuar kërcënimin e mundshëm, Gjermania synon të shtojë 100.000 trupa të rinj. Rikthimi i shërbimit ushtarak është bërë një temë e rëndësishme me generalin Breuner, që e konsideron atë si një domosdoshmëri. Megjithatë, rekrutimi mbetet një sfidë pasi opinioni publik është ende i ndarë mbi këtë çështje. Ndërkohë, shqetësimi për tërheqjen e SBA-s ka nxitur Gjermaninë të rrisë përpjekje për mbrojtjen e NATO-s. Me një ndryshim të madh në politikën e saj të sigurimit, Berlini po përgatitet për një skenar të ri global, ku Europa duhet të mbështetet më shumë tek vetja për mbrojtjen e saj.